qaq shumë hejt që po marr. Shojnë diçka te une që nashta ishtin ata mu kompleksov. Si ndihesh kur merr komente negative apo ofendime online, a ki momente që po mendon të ndalësh? Drejt me të kallëzu më ka ndodhur një herë që thash atë çka veç ta anale krej se qaq shumë hejt që po marr. Po tani menuva veç pak, une nuk jam të postu për qëtë audiencë që po më shohën. Une po postoj për njerëz që pi pëlqen që po postoj, njerëz që kanë qef më ngu, edhe atë çka do që thojnë këta tjerët, une ta më bëj edhe gjithë ku me bo, se kam edhe shumë support për njerëzve, edhe krejtve e dini kush jeni, krejt ju dua, shumë ju dua. Qa menoj për komentet, kështut, drejt me të kallëzu ti qysh unë e menoj që çfarë do personi që ka qatë shumë kohë me shkrujt komente negative në postimet mia, shojnë diçka te une që nashta ishtin ata mu kompleksov, drejt mi ju kallëzu se e di që une për veti kur kujna si kisha bu dëm, kur kanë s'du me lëndu, une edhe njerës që më shojnë, une apet i du, e që ato e menoj, e thëma din qka, okej, ti s'pedoj që vetin, hajtë se une po du ty për vetin tane. E si lota është i mu afektu. Njerëz kanë me thonë qa kanë me thonë, e që le të bojnë çka dojnë.